Selamu alaikum. Vjera I fal 5 vakte namaz. Pastaj luan loja në telefon. A është në rregull? Aleikum selam rahmetullah. Nëse ti ke fëmijë, edhe je në zonë të punë, edhe ajo nuk t'i kqyr fëmijët, nuk t'i përkun, nuk kujdeset ka pak mi mashtruar ti me bona I punë, atëherë të luje, ka pak s'ka gale me lujt. Po nëse tu t'i lanë punët keq, punë që I takojnë asaj, se tash më s'keq kuptomi, punë kryesore ti I banë shpe. Nëse më t'i le keq do punë që I takojnë asaj, atëherë themi, ma pak luje. Lojnat në përgjithësi, parimisht nuk janë haram, por mund kalojnë haram, ose për shkak të një sebepi mrena lojës, ose një sebep jashtë lojës. Sebepet mrena lojës, nëse lojnat janë, mrena vetës kanë harame, foto, gjonat, pahishme, ose kanë në ta pare, me hum pare, me lujt me pare, kazino, e tjerë, këto janë haram. Edhe sebepet jashtme, është humbja tepër të kohës, mos kryja obligimeve karshi Zotit, karshi familjes, karshi ati, karshi këti. Pastaj njeri kur ka kohë të lirë don më relaksu, dikush del në natyrë relaksohet, dikush tjetër në telefon rre. Pse po I fal dikush 5 vaktet e pelun një loj të halalit, s'ka problem. S'do më thënë tash ky që I fal 5 vaktet, ky s'ka drejt me lujt kur gjan, ky do të më ka njeri ngurt. Edhe ai kesh, edhe ai mërzitet, edhe ai çan, edhe ai gëzohet, edhe ai lun lojna. Tash mos ta bëjmë na duam pse I fal 5 vakte s'ka drejt me lujt kur gjan. E thash, nëse unë të lanë diçka mangu, atëherë I themi jo. Luj qatë sa është për me lujt, edhe kryej obligime tjera, karshi Zotit, karshi familjes, e kështu me radhë. Pra, nuk kemi dëshirë na që videot tona mi marrë dikush edhe mi alshu të tjera me thonë qëre kjo, ngruja plak, I fal 5 vaktet po lun lojna, marrë I koft. Jo, edhe aja është insan. Në një mesatare me gjithë, pa këca fytje, pa idhnim, pa urejtje me zvete.